Do më thënë, ndjenjat e Jozit janë për mua në këtë shtëpi. Sipas teje. Atraksioni ti e ti. Në këtë shtëpi. Jo, çfarë thua, Ola? Ola, është absurditet kjo që thua. Jo, s'është Unë fare. Jozin e kam shok. Jozin e ke shokun e shokut, jo shok. Unë Jozin e kam shok, moj. Bëna, ke shokun e shokut. Ta kishe shok, ti e kishe taku ditën e parë aty. Nuk kishe bërë sikur se njëje. Do të thënë, sipas teje, unë nuk njesha jashtë me Jozin, jam njohur vetëm këtu. Unë të më dali shoku këtu, po unë normalisht do takoj edhe do bëj diçka, do më thënë. Unë nuk kam shumë e detyruar që ku të futesha këtu të thoja, ua, erdhe Jozi, shqyr që erdhe. Po, pastaj kur mbas një jave që thyve ku ti në imunitetit për Jozin. Pa. Kur doli Jozi dhe ti vendose ku jenë këtu, ndërkohë Lori derdhi 2 Do lot. më thënë, atëherë i bie që unë pas një jave thyva kutin për të shpëtuar Jozin. Do më thënë, mjafton të vetëm një javë që unë të sipas teje. Sepse ti këtu nuk e hyrë me synim për të patur një lidhje. Si që ke thonë dhe ti. E vërtet është, nuk kam hyrë. Po, dhe s'ke dash, keni dash e tini 2 lojtarë të ndryshëm. Ata e ke lënë në Terezin e vetë, po pastaj ke parë që ai u drejtua tek një gocë, ti u drejtove të dikush, apo jo? Doli një skemë e re tani. Sytë e ti janë vetëm të këty bëna. Edhe kur kam qenë sipër në karrike, edhe kur kam qenë duke kënduar, shof Jozin duke të parë ty. Edhe kur kam qenë lart e platforma, shof Jozin duke të parë ty. Nuk e dija këtë detaj. Edhe ti, kur ja ke kap shikimit, ke qenë gjithkohës e përkëdhelur nga ato shikime. Nuk ke qenë do me thënë, Jozi po flirton me mua, kështu bje. Po flirton... Ti shka debules të ku në këtë shtëpi. Nuk ka sy as për Lorin, as për ty, pas ka për mua. Po, nuk është flirtim, është diçka më shumë se flirtim. Do me thënë, Jozi pas ka ndjenjë për mua në këtë shtëpi. E ke shumë gabim. Pakën nga ty nuk e pres këtë gjë. Jo. Po, e kam seriozisht, nuk e pres fare këtë gjë nga ty në këtë shtëpi, që të qohësh ti dhe thua që dëgjoj se Okej, se ti thua, do më thënë, se tu ka shumë versione, dhe versione që kam dëgjuar në këtë shtëpi është që unë jam ajo që pas kam këtë afekcion dhe Jozit, po sot po del ti me një ide të re, dhe thua që një mendim tjetër, që thua, jo, nuk është bona që ka pëlqim për Jozit. Jo, s'po them, unë e kam edhe këtë nga na jote, por... Si e ke nga na ime? Qëllimi ishte a ideal, nuk e tje. Po ke parë Jozin? A ideal që unë po shikoja, po analizoja, që të kisha një njohje, ose diçka më tepër, ai nuk e kishte vëmendjen tek unë, kishte tek ty. As tek Lorja. E kishte tek ty gjithë kohës.